Kryeministri i ri i Groenlandës Jens Frederik Nielsen ka akuzuar SBA-n për mungesë respekti ndaj vendit të tij. Kjo pasi zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance vizitoi një bazë amerikane në atë vend dhe këmbguli se SBA duhet të merrte kontrollin e Groenlandës për të ndalur kërcënimet që vijnë nga Kina dhe Rusia, ndërsa ai u kërkoi banorëve të Ishullit Arktik që të shkëputnin lidhjet me Danimarkën, e cila zotëron Groenlandën prej më shumë se 300 vitesh, pasi sipas Vance, Kopenhageni nuk kishte investuar mjaftueshëm për të mbrojtur territorin gjysmë autonom. J.D. Vance mbërri në një objekt që është i tyre. Fakti që kjo vizitë u zhvillua në një kohë që nuk kishte qeveri, tregon mungesë respekti për një aleat, por tani kemi një qeveri që do të veprojë e bashkuar, u shpreh Nielsen. Pasi të premten u nënshkrua një marrëveshje për një koalicion qeveritar ku të gjitha partitë, përveç njërës që është pro-amerikane dhe doli e dyta në zgjedhje, arritën marrëveshje me partinë në pushtet, Demokratët. Në faqen e parë të marrëveshjes shkruhet se askush nuk duhet të vërë në dyshim se Groenlanda i përket popullit të saj. Ndërkaq nga shtëpia e bardhë presidenti amerikan Donald Trump ripërsëriti pretendimin se SBA kishte nevojë për Groenlandën për paqe në botë. Mendoj se Groenlanda e kupton se SBA duhet ta zotërojë dhe nëse Danimarka apo BE nuk e kuptojnë këtë, do ua shpjegojmë. Theksoi Trump, duke pretenduar më pas se anije kineze dhe ruse lundronin gjatë gjithë kohës pranë ishullit. Groenlanda vet qeveris punët e saj të brendshme, por vendimet për politikën e jashtme dhe atë të mbrojtjes merren në Kopenhagen. 5 nga 6 partitë kryesore që morën pjesë në zgjedhjet e këtij muaji janë pro shpalljes së pavarësisë nga Danimarka, por nuk janë dakord për ritmin që duhet ndjekur në këtë proces.